Emini, gjyshi i Tahirit, kishte luftuar në krah të Zemgalicës, e Nebihu, i ati i Tahirit, kishte luftuar më parë në krah të Shaban Pollushës. Drenica u bë shkolla e qendresës shqiptare në Kosovë, prandaj nuk është rastësi që ushtria jonë shërimtare bazët e saj të para i formoi pikërisht aty. Jasharët ishin UÇK para se të formohej UÇK-ja, sepse ata ishin gati dhe kishin qenë gjithnjë të gatshëm për fillimin e luftës shërimtare. Ademi, Hamza e Baba Shaban me ta marrë pushkën e dinin se nuk ka kthim mbrapa, se paqja për ta do të vinte vetëm kur Kosova do të ishte e lirë, se ata mos e mrrinin dhe shikonin Kosovën e lirë. Mirë po ata vetë ishin tashmë të lirë, sepse nuk do të nënshtroheshin. Flijimi i familjes Jashari ishte flakadani që e përhapi luftën shërimtare anë mban Kosovës. Ishte ngjarje që ndau më dysh rrjedhën e historisë. Pas flijimit të Jasharëve në shtëpinë e tyre në Prekaz, shqiptarët e kuptuan që ecja e bërë marshim nuk ndalej dot më. Masakrat në fshatrat e Drenicës, Likoshan, Qirez më pas në Prekaz, goditën familjen shqiptare vijën e fundit të qendresës. Paqja në Kosovë ishte pamundshme, lëvizja paqësore ishte pamjaftueshme. Kishte ardhur koha e luftës për lirinë kolektive, sepse vetëm Republika e Pavarur do të sillte paqen e vërtetë. Epopeja e luftës së Jasharëve i tregoi armikut serb se UÇK-ja nuk mund të mposhtej për sa kohë që mbështetej nga populli. Për të mbajtur Kosovën e pushtuar, Serbisë do t'i duhej të përzinte krejt popullin shqiptar. Vrasja masive të civilëve pa kursyer as fëmijë të gradë shtatzëne pleqt dhe shkatërrimi i pronave për t'ua pamundsuar kthimin mbijetuarve do të ishin metodat ashtu siç kishin qenë në vitin 1945, siç kishin qenë në vitin 1918, siç kishin qenë në vitin 1912 e më parë. Ashtu siç mbahej mend brez pas brezi në odat e Drenicës e të mbar Kosovës. Dukej sikur historia po përsëritej, po ndryshe nga herët e tjera, kësaj radhe lufta jonë shërimtare rezononte me zhvillimet pozitive në kontinentin e vjetër, me rënjen e totalitarizmave, demokratizimin, gallënimin e drejtave të njerëzit, rigjallërimin e identiteteve të shtypura, pavarësimin e popujve prej federatave të panatyrshme e bashkimin e tyre vullnetar në një zonë